Duhet ta provosh me patjetër nëse nuk e ke gatuar më parë filetën e pulës në këtë mënyrë. Dele butë me një salcë kremoze dhe erëza aromatike. Do të filloj me prerjen e pulës në copa të vogla dhe do ta marinojmë atë me kri, piper të zi, piper të kuq, kanell, turmerik, lur kerri, hudhër pluhur, 3 lugë kos dhe e lëm të qëndrojë në frigorifer për 30 minuta. Do e kaloj më vonë në tigan dhe të njëjtën kohë do të grim 2 kokra qep në fije të holla. Pasi filetu të ketë thithur ujin që ka lëshuar dhe ketë marrë ngjyrë, do ta heqim më një anë në një pjatë dhe do fillojmë të kavardisim qepët e grira. Qepës do t'i shtojmë erëza si pluhur, kerri, piper të kuq e piper të zi. Do t'i shtojmë gjithashtu do të lëpinj të hudhrës dhe pak specë pikant. Kur qepa të jetë zbutur, do t'i shtojmë 2-3 kokra domate të coptuara dhe do t'i lëmë të ziejnë për 15 deri në 20 minuta. Pasi të jetë zier, do t'i frulojmë me anë të blenderit të dorës dhe do t'i shtojmë filetën e pulës dhe do e lëmë sërish në zjarr të avash për 10 minuta të tjera. Këtë recetë mund ta shoqëroni me oriz ose pite të fshira, recetën e secilës e gjeni në feed. Pasi ta kemi hequr nga zjarri, do t'i shtojmë parën e kripur dhe majdanoz të freskët. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëf të mirë.